Tradhtia që vjen shpejt, harrimi që dhem më shumë. Sonte, në shtëpinë e Big Brotherit, Edi nuk hyn thjesht si një banor që kërkon sqarim. Ai hyn si një njeri i thyer, si një zemër që ende rreh për diçka që ndoshta për tjetrin ka pushuar së ekzistuari. Përballja me Dolçen nuk është një lojë strategjie, as një moment televiziv për audiencë. Është një përballje me të vërtetën, me dhimbjen, me pyetjet që nuk e lanë të flinte net të tëra. Si ka mundësi që gjithçka përfundoi kaq shpejt? Si ka mundësi që një dashuri që u ndërtua me fjalë, premtime, shikime dhe ndjenja të thella, të zëvendësohet kaq lehtë nga një emër tjetër, nga Lim? Kjo është pyetja që Edi nuk e thot vetëm me gojë, por me gjithë qenien e tij. Dashuria që patëm nuk ishte një iluzion. Nuk ishte diçka e sajuar për kamera apo për moment. Ishte reale. Ishte e jetuar. Ishte ajo ndjesi që të bën të besosh se mes dy njerëzve mund të lindë diçka e pastër edhe në një ambient ku gjithçka është nën vëzhgim. Edi e besoi këtë dashuri. Ai e mbrojti. Ai u zhvesh emocionalisht duke rrezikuar veten, krenarinë dhe qetësinë e tij shpirtërore. Por sonte, përballë Dolçes, ai pyet veten dhe atë, a u harrua vërtet gjithçka kaq shpejt? A u fshin të gjitha momentet me një buzëqeshje të re? A u zëvendësuan fjalët që dikur kishin peshë me heshtje dhe ftohtësi? Tradhtia nuk është gjithmonë një akt fizik. Shpesh ajo vjen në formën e harrimit. Në momentin kur një njeri që dikur ishte gjithçka, kthehet në askush. Dhe kjo është ajo që dhem më shumë për Edin. Jo fakti që Dolçja po afrohet me Limin, por fakti që ajo duket sikur nuk e mban më mend atë që patën. Sikur dashuria e tyre ishte vetëm një kapitull i parëndësishëm, i mbyllur pa u lexuar deri në fund. Edi nuk kërkon të fajsoj. Ai kërkon të kuptoj. Ai kërkon sinqeritet. Sepse nëse ndjenjat ndryshojnë, kjo është njerëzore. Por nëse mohohen, atëherë bëhen plagë. Dhe plagët që nuk pranohen, nuk shërohen kurrë. Në sytë e tij ka shgënjim, por edhe dinjitet. Ai nuk po lufton për ta kthyer Dolçen pas. Ai po lufton për të vërtetën e asaj që ndodhi mes tyre. Për të mos u ndjerë i përdorur, i mashtruar, i zëvendësuar si një send pa vlerë. Dolçe, pyetja nuk është pse po e njeh Limin. Pyetja është, pse kaq shpejt? Pse pa një ndalesë, pa një reflektim, pa një respekt për atë që ishte? Dashuria nuk kërkon përjetësi, por kërkon nderim. Edhe kur mbaron. Sonte, Edi përballet jo vetëm me Dolçen, por me realitetin që ndonjëherë njerëzit nuk e duan njësoj thellësinë e ndjenjave. Dhe kjo nuk e bën atë të dobët. Përkundrazi, e bën të fortë, sepse ai pati guximin të ndjejë. Në fund, ndoshta kjo përballje nuk do t'i japë përgjigjet që ai kërkon. Por do t'i japë diçka më të rëndësishme, paqen që vjen kur thua të vërtetën tënde me zë të lartë. Dhe kjo është një fitore që asnjë nominim nuk mund ta zbejë.